Ka ndëruar jetë në moshën 77 vjeçare ish deputeti Koçi Tahiri, një figurë e njohur e jetës publike dhe shoqërore në zonën e Gorës dhe Bashkinë Maliq. Tahiri vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. I lindur në vitin 1949, Koçi Tahiri u bë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë në periudhën 2018-2021, pasi mori mandatin e deputetit në një moment të pazakontë të jetës politike shqiptare, kur deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim lanë mandatet. Gjatë aktivitetit të tij publik, Tahiri është vlerësuar për kontributin në demokraci dhe jetën shoqërore. Ai është cilësuar si pishtari i demokracisë nga ish presidenti i Republikës Bujar Nishani. Koçi Tahiri ka mbajtur gjithashtu detyrën e kryetarit të shoqatës Beslidhja Gorare, duke kontribuar në ruajtjen e traditave dhe forcimin e lidhjeve të komunitetit gorar. Për më shumë se 3 dekada, ai dha një kontribut të rëndësishëm në jetën publike të vendit, duke qenë aktiv në lëvizjen sindikaliste, në çështjet kombëtare dhe në publicistik. Me angazhimin dhe veprimtarinë e tij, Tahiri la pas një trashëgimi të çmuar në jetën intelektuale dhe politike shqiptare. Për kontributin dhe angazhimin e tij në jetën publike dhe komunitare, Tahiri është vlerësuar edhe me titullin Krenaria e Bashkisë Maliq. Ndarja e tij nga jeta la pas një boshllëk për familjen, miqt dhe komunitetin që ai përfaqësoi ndër vite.